Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar se ishte prej një telefonate me video nga dy humoristët rusë, Vladimir Kuznetsov dhe Aleksej Storjanov, të njohur si Vovan dhe Lexus. Ata kanë publikuar në platformën Rumble një video të bisedës me kryeministrin Albin Kurti, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë. Sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, ky incident ka ndodhur më 11 shkurt. Ky incident ngjalli reagime të shumta. Zyra e kryeministrit mori kritika për pakujdesim derisa u tha se rastet e tilla mund të cënojnë edhe sigurinë kombëtare. Duke e komunikuar këtë rast, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dr. Enver Bytyçi ka rikujtuar se kryeministri Kurti nuk është viktima e parë e dy humoristëve rusë. Albin Kurti nuk është viktima e parë e trikut të dy humoristëve rusë, të cilët duken qartë se janë në një rol provokimi në vende kur të cilave Rusia zhvillon një luftë hibride. Ata kanë provokuar përmes thirrjeve si kjo edhe shumë figura të tjera europiane, si për shembull presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin polak Andrzej Duda, ish kryeministrin britanik Boris Johnson, ish kryeministrat e Malit të Zi Dushko Markovic dhe Milo Đukanovic, ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe figura të njohura si Elton John dhe princi Harry Kathanai. Për profesorin, thirrja që humoristët e shërbimit sekret të Rusisë i kanë bërë kryeministrit të Kosovës në emër të presidentit të Letonisë nuk drejtohet kundër Albin Kurtit, por është një akt kundër Kosovës. Kjo thirrje është vetëm një format i luftës hibride që Kremlini zhvillon kundër Kosovës dhe shumë vendeve të tjera në rajonin tonë, përveç Serbisë dhe Republikës Srpska. Pse këta humoristë nuk luajtën për shembull me Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulinin apo Milorad Dodik? Pse ata luajtën kartën e humorit me qëllim diskreditimin me kryeministrat malazez dhe nuk e kanë bërë këtë për shembull me Abazovicin, po e përmend Dritanin se e njohim më mirë, pse nuk provokuan Edi Ramon, por Albin Kurtin, pyet ai. Andaj, sipas tij në politik dhe për politikën, asgjë nuk është e rastësishme, dhe që thirrja rusëve të jetë politike me qëllim diversionin dhe agresionin si pjesë e luftës hibride, kjo nuk mund të vihet në dyshim. Kujtoi thirrjen që ata i bën Zoran Zaevit, ishte aso kohë një përpjekje për ta diskredituar kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, sepse ai pranoi marrëveshjen e Prespës, të cilën më parë kishte bllokuar me format e saj Rusia. Edhe vendet që ishin targeti provokacionit të humoristëve rusë janë vende ku Rusia ka ndikim të pjesshëm, nuk janë vende pro-ruse në tërësinë e tyre, por vende që kanë një përqindje të popullsisë me vokacion pro-rus. Në të tilla vende, provokacioni shkon më me sukses. Shihni këto vende: Mali i Zi, kur drejtohej nga koalicioni pro-Euroatlantik, Maqedonia e Veriut, kur vëzua një qeveri pro-serbo-ruse, Kosova, ku serbët e këtij vendi kanë mbajtur deri vonë portretet e Vladimir Putinit në vende publike, shpreh Bytyçi. Por, sipas tij, edhe Franca, ku ka një të djathtë ekstreme pro-ruse me ndikim shumë të madh. Qoftë dhe nga kjo pikpamje është lehtësisht e dallueshme që humoristët rusë që provokojnë lider të ndryshëm të vendeve në fjalë janë provokatorë dhe pjesë përbërëse e rrjetit të rusë të luftës hibride në Europën juglindore. Ndërkohë, dita kur është provokuar Albin Kurti ka qenë një ditë e përzgjedhur me kujdes, vetëm 24 orë ose diçka më tepër pas votimeve të 9 shkurtit. Duhet menduar, a mos kishte një projekt destabilizimi në Kosovë? Mos ndoshta provokatorët rusë prisnin që Kurti të fliste në atë mënyrë që ata të përdornin intervistën e tij për destabilizim, po tension ai. Në fund, profesori thotë se këto janë shumë indicie që na çojnë në faktin se Kremlini vazhdon dhe do të vazhdojë luftën hibride kundër shtetit të Kosovës, derisa të marrë benefitet e tij nga sponsorët e këtij shteti, pra nga perëndimi. Por edhe më pas, sa kohë që serbët e Kosovës, sidomos ata në veri, nuk do të jenë integruar në institucionet e Kosovës dhe nuk do ta njohin zyrtarisht e politikisht shtetësinë e saj, aq kohë rusët do të besojnë se e kanë thuajse të garantuar suksesin e tyre të provokimeve kundër shtetit më të ri në Europë. Mos harrojmë se Kremlini i shfrytëzon Kosovën edhe për të shantazhuar Europën dhe Bashkimin Evropian, ka përfunduar profesori.